Widzew Łódź, skuadra polake ku aktivizohen 4 lojtarë shqiptar, triumfoi me rezultatin 3-2 në kampionatin polak ndaj Radomiak Radom në duelin e vlefshëm për javën e 12 të kampionatit, ku protagonist u bë dhe mesfushori Lindon Selahi. Julian Shehu ishte i vetmi nga shqiptarët që i nisin ndeshjen si titullar, ndërkohë që Zeqiri dhe Selahi u aktivizuan nga stoli në minutën e 66. Vetëm 3 minuta në fushë i mjaftuan Selahit për të vullosur fitoren e Widzew Łódź. Përsa i përket mbrojtësit Gallapeni, ai e ndoqi këtë duel nga stoli, teksa nuk u preferua nga trajneri për shkak të lodhjes me përfaqësuesen e Kosovës. Kjo ishte fitoria 5 në 12 javë për skuadrën, me 6 pikë më pak se kryesuesit e Gornik.